Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. U përkujtua 26 vjetori i epopesë Korozhupit. Arrin në zhurr grupi folklorik i Arbreshëve nga Frasnita e Kalabrisë. U mbajt java e distrofisë në Prizren. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Nga viti i ri 2025 me Izoblok të ri 25-shë. Ndërto me prodhime vendore. Epopeja e Korozhupit shënon njërën prej ngjarjeve më të lavdishme të luftës së UQ-s. Të shtunën është përkujtuar 26 vjetori i operacionit Shigjeta, drejtimi taktik numër 3 nga Brigada 128 e zonës operative të Pashtrikut. Të shtunën në fshatin Korozhup të Hasit, në kompleksin memorial që ndodhet rreth malit të Pashtrikut, u shënua 26 vjetori epopesë së Korozhupit me një manifestim kushtuar 36 dëshmorëve të rënd të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kuadër të operacionit Shigjeta, drejtimi taktik numër 3, Brigada 128. Në emër të komunës së Prizrenit, foli drejtoresha e emergjencës dhe sigurisë Ramize Sinana Eshala, e cila shprehu mirënjohje për nënat, gratë dhe fëmijët e dëshmorëve të rënd. Sot qëndroj para figurave më të respektueshme dhe më meritore të pas luftës. Sot kam përballë nënën, gruan dhe familjet e dëshmorëve. Kam përballë dhimbjen dhe krenarin. Andaj sot në emrin tim dhe komunës së Prizrenit dua të shprehi mirënjohje për secilin nga ju. Është e vështirë të gjesh fjalë ngushëllimi për nënën e dëshmorit, për nënën që ka dhënë më të shtrejtin që kishte, birin e saj për atë dhejun. Nën, ti nuk je thjesht nëna e dëshmorit, ti je nëna e dhimbjes, e qëndresës, e sakrificës, e mbi të gjitha je nëna e krenarisë kombëtare. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, theksoi se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të pastër dhe dinjitoze, për të cilën ne duhet të ndihemi krenar. Në emër të organizatës, gjithë familjarëve, invalidëve, veteranëve duhet të jeni krenar, pasi që lufta e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës bëri kthes të mëdhen dhe sot ne jemi këtu dhe po përkujtojmë lirshëm. Kështu që çdo lavdat i mbetet veç dëshmorëve, ndërsa lavdia dhe krenaria i mbetet ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila bëri një luftë të pastër, e cila bëri një kthes të madhe historike, duke i sublimuar të gjitha përpjekjet të popullit shqiptar, të cilët me shekuj kanë mujtur. Edhe komandanti i brigadës 128, kolonel Rushdi Saramati, me një letër të shkruar në kujtim të të rënëve në këtë zonë, u shpreh se dëshmorët e operacionit Shigjeta ishin shembulli më i mirë i asaj se çfarë ishte UÇK-ja. Në kujtim të dëshmorëve të brigadës 128, nga një fjalë rasti për të pranishmit, mbajtën edhe Arben Rashkaj nga Këshilli Organizativ i Epopesë së Korozhupit, Sadik Halit Jahaz, vendës komandant në zonën operative të Pashtrikut, si dhe deputeti Jakub Nura, bashkëpunëtar i komandantit Adem Jashari. Të jesh luftëtar lirie nënkupton të kesh vendosur përfundimisht të jetosh i lirë. Të jetosh i lirë ka një çmim të pamatshëm, të paqmueshëm. Duhet të kesh vendosur bast jetën tënde përballë të gjitha pamundësive. Dhe të jesh në gjendje ta sakrifikosh në përpjekjet për të arritur qëllimin, i cili është të jesh i lirë në të gjitha kuptimet. Të jesh luftëtar lirie nënkupton të kesh dinjitet. Të ndihesh modestisht krenar për atë që je. Të ndihesh i privilegjuar pse je i tillë dhe bart me veten ndjesinë e të qenit për herë në fluturim i papenguar. Të jesh luftëtar lirie nuk nënkupton vetëm të mbash armën dhe të luftosh në betejë fizike. Është një metaforë thellë
që përfaqëson shpirtin e njeriut, që lufton për të vërtetën, për dinjitetin, për dashurinë ndaj vëllait dhe për të drejtën për të qenë i lirë në mendim, në ndjenja dhe ekzistencë. Jemi këtu të ky lapidar i cili rrezaton rrezë lirie, i cili është themel i pavarësisë dhe i shtetit të Kosovës, i cili lapidar bashkon kufirin e padrejt shqiptar, bashkon Gorozhupin dhe Pogën, e hasin ande e këndej. Jemi këtu ku shpalosëm edhe situatat e luftës, por dhe kujtojmë që për me ardhur deri të ky nivel i luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, u derdh gjak me dekada, janë burgos shumë njerëz, janë masakruar në përburgje, kem pas një vujtje aq të madhe nga pushtuesi barbar që ishte e veçantë dhe pa shembull për Europën. Lufta dhe operacioni Shigjeta ishin të domosdoshme dhe ishin shumë domethënëse për ne, ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ishim brenda vendit, brenda Kosovës, që bënim betejë në afërsi shumë herë edhe të papërshtatshme deri në 30 metra distancë me armikun. Dëshmorët janë ata të cilët e dhanë maksimumin për ne. Këta i dolën borxhat dhëut, kurse ne të gjithë gjallët, a jemi invalid, a jemi veteran, a jemi arsimtar, a jemi polic, a ku do të qoftë ku jemi, apo edhe në pyll qoftë se jetojmë, na i kemi borxhat dhëut. Sa të jemi të gjallë, ne nuk mund t'i dalim borxhat dhëut. Çdo njeri nga ne, në mëngjes dhe në mbrëmje, duhet ta kujtoj dhe të mendoj edhe t'i thot vetes, qa bona unë sot për venin tim. A bona diçka? Edhe ai që s'ka bo diçka në të mirë të venit, duhet tani veten keq vërtet. Se këta kanë dhoj jetën. E na të paktën të dhom ato çka është e mundshme edhe është minimali për ne. Ushtria lirimtare e Kosovës ishte krenaria me modhe, mund them, e popullit shqiptar. Në fund të këtij manifestimi u ndan mirënjohje për të pranishmit që dhan kontribut në shërbim të ateut dhe u nderuan dëshmorët e rënë në operacionin Shigjeta duke vendosur lule tek lapidari i tyre. Operacioni Shigjeta, drejtimi taktik numër 3, shënon një nga momentet më të lavdishme të rezistencës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së vitit 1999. Operacioni rezultoi me thyerjen e vijave të mbrojtjes serbe duke forcuar pozitat e UÇK-s dhe duke i dhënë zemër popullit shqiptar për vazhdimin. Mes ditën e sotme i është bërë pritje madhështore në Zhurë drejtuesve dhe antarëve të grupit folklorik Arbëria nga Frasnita e Kalabris. Ata po ja rikthejnë vizitën që kishin bërë para 19 vitësh ansamblit e Minduraku. Maria Antonieta Rimoli nga Kalabria e Italis, kryetare e shoqatës kulturore dhe grupit folklorik Arbëria Frasnita, ndjej shumë e emocionuar për pritjen madhështore që bëj asaj dhe të tjerëve në Zhurë, jo vetëm nga drejtuesit dhe antarët e ansamblit e Minduraku, duke rikthyer vizitën që këta të fundit ja kishin bërë atyre në vitin 2006. Ajo e ngazlyer me këtë mikpritje të ngrohtë vllazërore, tha se është e dashuruar me Kosovën dhe se vin shpesh këtu dhe se asnjëherë nuk i ka harruar rënjet e saj dhe gjuhën e të pareve. Jam e lumtur se jam në Zhurë, se është e para herë që vinë në Zhurë, por në Kosovë u erdha shumë herë. Jam e dashuruar këtu në Kosovë. E dashuruar vërtet, kam shumë mikë e mikë, por kemi ardhur shumë herë me grupin, se u bëra grupin që isha e vogël, por jam profesoresha të një shkollë, vajta në pension, u dishtë vazhdoja, ma nuk ndalova kur. U jetova edhe në Italia e Veriut, afer Milano, per 18 vjetë. Mësova tek shkollat e larta e tek shkollat e mesma, por unë nuk ndalova kur
nuk harrova rënjet time, gjuhën time, se kur u pet në 2007, para herë që erdha kam ardhur në Shqipëri, mua mërth një emocion aq i fort, se u kisha nanën time, që ti mendo këtë, nana ime flit vetëm arbrisht. Na kishem, kur u rritim, ishem të vogla, na foljen prindet edhe nana, vetëm arbrisht. Kur u rritim, ata që kishem pasionin vërtet, edhe se bëra shkollet në Itali, se kisha mik italian, por na thojna jemi arbresh, ma nga vimi, që është kjo histori? Filova të studiuar, e të kërkuar, bëra kërkime, e kuptova, e me folin për mua, ma edhe më njerës, kuptova se rënjat tona i kishem prapat i deti. Niko Qiri, Ajdare Leskurta e kryetari ansamblit e Minduraku, ndije shumë krenar si sa i, që vëllezërit dhe motrat tona arbresha janë sot pranë nesh. Ndihem shumë krenar që vëllezërit tonë, arbreshët janë në mesin tonë sot. Falë profesori Miri Badalla që në vitin 2006 na kanë lidh me këta, kur kemi qenë në festivalin internacional, edhe kur e kemi marrë çmimin e parë. Prandaj shpresoj që këto 3 ditë qëndrimi do të kalojnë mirë. Profesor Dr. Imri Badalla është personi që ka mundësuar lidhjen e bashkëpunimit mes tyre organizmeve kulturor prej shumë kohësh. Ai thotë se me arbreshët është i lidhur shumë ngushtë që nga viti 1970, pasi ata janë rrënja e vjetër arbris, si dhe foli për rrugtimin dhe jetën e tyre në shtetin e Italisë. Shiko, unë jam i lidhur me arbreshët që nga viti 1970. Dhe më thonë është një kohë shumë e gjatë, mbi gjysmë shekulli. Dhe jam në kontakt sepse bëj studime gjysore me vitet e tona dhe në ka lidhur edhe rënja jonë e moshme. Ta janë rënja e moshme, rënja e vjetër e arbris. Ne jemi arbrorë të gjithë. Po, ka qëlluar raste dhe ata sot jetojnë në Itali, kanë shkuar shumë herët, Katundi i parë është themeluar që në vitin 1272 Poros, dhe jo mbas vdekjes Skënderbeut, edhe para Skënderbeut, edhe të gjallë të Skënderbeut, edhe mbas vdekjes Skënderbeut, ata kanë shkuar në valë të ndryshme dhe jetojnë sot dhe zhvillojnë me të vërtet një pasuri të madhe të folklorit, të ruajnë zakonet, të ruajnë dokët gjitha. Por mbi gjitha, gjuha shqipe dhe letërsia shqiptare studiohet në 7 universitete. Studiohet në Palermo, në Lecce, në Kozenc, Napoli, Bari, Rom dhe Venedik. Dhe më thënë, edhe italianët i japin një rëndësi shumë të madhe gjuhës së minoritetit arbresh. Sepse janë minoriteti më i vjetër dhe minoriteti me numër më të madh në mesin e italianëve. E nesër, mysafirët arbresh do të kenë mundësinë të vizitojnë qendrat historike dhe turistike të Prizrenit dhe Mëgjer, për të njohur më nga afër me trashëgimin kulturore të vendit tonë, ndërkaq kryeaktiviteti i kësaj vizite do të zhvillohet më 2 qershor, me një koncert të përbashkët të grupit Arbria dhe ansamblit e Minduraku, që do të mbahet në shtëpinë e kulturës Xhemali Berisha në Prizren, duke filluar nga ora 11. E ndërkaq me aktivitetet të shumta në sheshin e lidhjes, sot ka përfunduar java e distrofisë muskulare. Në përmbyllje të javës së distrofisë, të shtunën tek sheshi i lidhjes në Prizren, Organizata e personave me distrofi muskulare e Kosovës, në bashkëpunim me studion e baletit PASE, organizatën një qeveritare ecma ndryshe, vullnetare të kuvendit të rinjeve dhe atyre të shkollave të mesme të Prizrenit, ka organizuar disa aktivitete sensibilizuese, artistike e kulturore me moton parazia për të gjithë, me qëllim që të japin zë dhe hapësirë çështjeve të personave me aftësi të kufizuara në shoqërinë tonë. Drejtoresha ekzekutive e kësaj organizate, Antigona tha se mesazhi i këtyre aktiviteteve është për një shoqëri të barabartë dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë. Mesazhi i këtij aktivitetit është për një shoqëri barazë dhe gjithëpërfshirje, që këto janë terma që shumë shpesh po përmenden. Mirë, po ne po mendojmë që me të vërtetë po jetojmë në një shoqëri barazë, me thonë, por jo të gjithë. Pse po?
po pse s'jemi të gjithë. Na sot e kemi pas një pikë muzikore bashkë me balerina, ku unë shumë shpesh e kam dëgjuar që edhe këto gratë sot që janë kanë pas një ëndër për me qenë ndoshta balerinë, me vallëzu, por institucionin po ngelen në kushtet kur i duhet për ata. Gjithmonë po i dallojnë, dhe është një komunitet me vërtet me stigma, me paragjykime, po vjen keq që duhet me thonë që këto por është. Unë po mendoj që qaj që nuk e ka kontakte me persona me si kufizor, as nuk mundet me ditë nevojat e tyre. Pra po mendoj që edhe institucione kur i kryen do obligime edhe detyrat ndaj personave me si kufizuar e kryen veç që ata që mund, që duon edhe pa tjetër që duen, edhe i qesin do tika, do me thonë nuk shihet problemi prej afërmit, në moment që shihet prej afërmit, pak më ndrysh janë sendet. Edhe Resmia Ramani nga OPDMK përjetoi emocionet e veçanta gjatë vallëzimit me balerinat e reja të studios së baletit Pase. Edhe pse nuk u kosh planifikova, veç kemi bëha shumë me ka ardhmen, mu bashkangjit me vajzën e vogël, edhe me ka këty në kujtime kur jam konë 6 vjeçare, atjere kur ka nisë mundja jeme, po niset në maj e gishtave, edhe gjithmonë me kanë thirë në shkollë fëmijë tjera balerina. Edhe këto krejt ideja e jave su konë për këto kujtimet e mija kur jam konë e vogël, edhe këto smundja shfaq ato shenjat e para smundjes në maj e gishtave, po jam shliru disi kur kam marrë pjesë me atë qiken e vogël, pse s'kemi pas plan, kam dash mu bashkangjit edhe unë me largu atë kaluarën që me kujtojt që me kanë thirë balerina edhe pse nuk kam mundur mu ushtru të jem balerina. Do me tonë jam shumë gëzu edhe jam shumë plotsu në një farë mënyre shpirtore edhe fizike. Aktivistja e shoqërisë civile dhe njëra ndër organizatorët e kësaj ngjarje Linda Simiqiu theksoi se pavarësisht përpjekjeve të fundit, mbështetja që ofrohet kësaj kategorie të shoqërisë është ende e pamjaftueshme. Për mendimin tim personal, ndoshta kohëve të fundit ka pas vullnet dhe mbështetje, po jo e kënaqshme ose sa kish mujt mi mbështet, domethënë sa është e nevojshme për mi mbështet këtë lloj kategorish. Dhe vetë fakti që sot për shkak vetëm me vullnet mirë, domethënë prej organizatës OPDMK dhe mbështetjen që e bojnë ana në përgjithësi rregullisht, domethënë si pjesë e mbështetjes që e kena këtu, kjo është domethënë çfarë po ndodh. Sipas meje, jo vetëm mbështetjen, domethënë që kena pas mundësinë ta me pa që janë mbështet me zyra, nuk mbetet vetëm me pjesa e zyrës, po ka nevojë edhe me mendu edhe për pjesën e punësimit të këtyre kategorive, se mujna me pa që shumë pak ka persona të kësaj kategorie që janë punësum ose që mbështeten në forma të ndryshme. Ndryshe gjatë përmbylljes së javës së distrofisë u zhvilluan aktivitete si krijimi i pemës së barazisë, pika muzikore nga studia e baletit Pase dhe performancë vallëzimi me vajzat në karrocë, si dhe u dërguan mesazhe sensibilizuese për barazi institucioneve të vendit. Të shtunën në amfiteatrin e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prizrenit të Kshinhoti është bërë përurimi i librit monografik Shëmbëltyra e mësuesit Gjem Isuf Krasniqi nga autorja Vezire Krasniqi. Të shtunën është përuruar monografia kushtuar patriotit e luftëtarit të lirisë me pushk për bashkimin e trojeve shqiptare e veteranit të arsimit mësuesit Gjem Isuf Krasniqi, nga autorja Vezire Krasniqi, të cilën ajo sjell në nderim të kësaj figure emblematike të kombit ton në 106 vjetorin e lindjes dhe 42 vjetorin e ndarjes nga jeta, i cili la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Në një kumtesë para të pranishme të shumt, redaktori i librit Prend Buzhala tha se ky botimi dedikohet një personaliteti të shquar siç ishte mësuesi Gjem, që përfarson plejadën e patriotëve në kohët e vyeshme të cilët kanë kontribuar për arsimin shqip. Ka rëndësi të veçantë për disa arsye kyç. Në A, dokumentimi historisë, në B, edukim për brezat e ri, një nga arsyet kryesore që motivoi autor për ta shkruar këtë libër, në C, nderimi i figurës historike, libri shërben si dëshmi, nderimi për mësuesin Gjem dhe për gjithë ata që kanë kontribuar në arsim, edukim dhe luftën për lirinë të popullit shqiptar. Në C, ndërgjegjësimi kombëtar. Në Q, pasionimi i kontributeve të Gjem Krasniqi në arsim, mandej vjen ruajt, vlera tjetër është ruajtja kujtimeve familjare dhe së fundi kontributi në arsim dhe kulturën shqiptare përgjithësi.
Një vlerësim kësaj monografie e kanë bërë edhe recensenti i këtij botimi profesori universitar Agip Gjoshi dhe publicisti Daud Demaku, të cilët vlerësuan lart figurën e mësuesit dhe adhetarit Gjem Krasniqi. E ky fundi tha se ky libër është një monografi shkencore dhe dokumentar që mund të krahasohet me botimet e instituteve shkencore. Dhe brezi i Basit Gjem ishin misionar të dritës. Ata mbajtën të ndezur flakadanin e lirisë, flakadanin e dijes dhe ku flitet e ka flitet gjuha e tyre. Në këtë rast, Shqipja jo në bukur. Sot, jam edhe për një arsye tjetër i lotër, sepse mora ndorë një monografi shkencore, dokumentare, aq që plot, aq pa mungesa, aq pa pas mundësi me majnë e lapsit, majnë e hodh lapsit dhe fut mes dreshtave, që t'ja bën një përmirësim. Unë jam këllë kurnalzi dhe nuk e pranaj çdo shkrim. Emocionuar për këtë botim të veçantë kushtuar gjyshit e saj, ishte para të pranishme autorja e librit Vezire Krasniqi. Le të jetë kjo ditë për urimi, ditë reflektimi e kujtimi, si dhe për uljeje, për ditët e vështira të kombit tonë në kohë lufte, kohë të mjegullta për avëtsin shqipe, një ditë reflektimi për njerëz sikur Gjema që stuhive të forta u qëndruan vetëm me kurriz të drejtë, kokën lart e ballë hapur. Me betejë të përditshme për të flakur tutje armikun, për të jetuar të lirë, për të dëgjuar tingujt e bukur të fjalëve shqipe, mu kështu formsohej jeta e një adhetari plot jetë, dita të cilit agonte dhe nata e ngryste, rreziqeve të kohës për të mbledhur fëmijë që të shkollohen e të ngritemi si shoqëri në nivel të merituar. Andaj me gojen plot them se mësuesit e parë janë gur themeli i shtetit, po ashtu heronjë të shtetit tonë të lavdishëm, cilën punën e tyre e bën në heshtje, por me rezultate të mëdha. Ky libër le të mbetet një gjurmë në historinë sa të dhimbshme aq krenare të popullit tonë, për të plotësuar kështu me këtë vepër mozaikun e historisë së arsimit shqip. Lidhja ime me këtë libër është edhe me veçantë për shkak se kam shkuar për gjyshin tim, andaj për mua është pashtu shumë emocionuese. Shtrohet pyetja se a kemi bërë mjaftueshëm për këta njerëz? Them se jo. Andaj në këtë libër do më gjeni mua, çdo mësues të kohës, njerëzit e ndërgjetshëm dhe meritor të shoqërisë tonë, çdo luftetar të urëve të para për bashkim të trojeve tona. Në këtë përurim kanë folur edhe pjesëmarrës tjerë, ndërsa ngjarja është përshkruar edhe me recitale dhe pika të përzgjedhura muzikore. Vazhdim të këtij edicioni të lajmeve, ju përcjellim informacione të tjera të ditës së sotme. As në seancën e sotme nuk u arrit të konstituohet Kuvendi i Kosovës pasi dështoi miratimi i propozimit për formimin e komisionit zgjedhor, i cili do të mundsonte votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari ftoi subjektet politike të propozojnë përfaqësuesit për komisionin zgjedhor, por që propozimi sërish dështoi. Ky komision do t'i hapte rrugë votimit për kandidatën e propozuar nga lëvizja vetëvendosja Albulena Axhiu për postin e kryeparlamentares. Kjo ishte tentativa 24 për konstituimin e Kuvendit. Seanca u ndërprej për të vazhduar pas 48 orësh.
Presidenti e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim një delegacion të stafit e Kongresit Amerikan, organizuar nga Atlantic Council. Osmani me delegacionin ka diskutuar për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, marrëdhënien strategjike me SHBAT si dhe për perspektiven euroatlantike të Kosovës. Presidenti Osmani shpreu minionin e saj për mbështetjen e vazhdueshme dhe bipartizane nga Kongresi Amerikan, duke theksuar rolin etik të dy dhomave të Kongresit për paqen, sigurinë dhe fuqizimin e pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim. Derisa Presidentja theksoi se roli i SHBA-s ka qenë përcaktues për fatin e Kosovës për paqen, lirinë dhe shndërtimin. Ajo nënvizoi për kushtimin e Kosovës për paqe, si dhe për antarësimin e NATO dhe BE, duke cilësuar integrimin euroatlantik si një hapkyç për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, në rajon si dhe në gjithë kontinentin evropian. I bëjmë thirrje edhe njëherë institucioneve të vendit, në këtë rast sidomos ekzekutivit, i cili Në prag të daljes në treg të lirë të energjisë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, u ka bërë thirrje edhe një herë institucioneve që ta shtyjnë këtë vendim, pasi ka arsyetuar se do ketë efekte të mëdha negative për bizneset dhe ekonominë. Rafuna ka thënë se bizneset nuk po dalin kundër daljes në treg të lirë, por se vetëm po kërkojnë kohë. I bëjmë thirrje institucioneve, ekzekutivit i cili duhet të jetë në mbështetje të vendit, të gjejë një zgjidhje dhe të kërkojë nga zërreji që ta shtyjë vendimin, sepse bizneset do të dëmtohen, por edhe qytetarët. Kërkesa jonë të shtyhet për një kohë derisa të përgatitemi. Asnjë biznes nuk është kundër daljes në treg të lirë. Bizneset kërkojnë kohë për përgatitje. Jemi duke folë për 1300 biznese që duhet me dalë në treg të lirë dhe janë biznese që bën 60% të ekonomisë së vendit. 300 biznese në prodhim, ka thënë Rafuna në një konferencë për media. U përkujtua 26 vjetori i epopesë Korozhupit. Arrin në zhurmë grupi folklorik i Arbreshëve nga Frasnita e Kalabrisë. U mbajt java e distrofisë në Prizren. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për sonte. Unë ju falenderoj që na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Mirëmbëjtje.